Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me shenjat që do marrin vendime të rëndësishme, por do ketë edhe ndryshime të mëdha, shumë të rëndësishme, si në marrëdhënie, në karrierë, por edhe në lidhje me anën financiare gjatë verës së vitit 2025. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit maj, sepse shtrihet i gjithë muaji, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Gjithsesi, për disa prej shenjave do jetë një verë shumë emocionale, do jetë shumë pozitive, dhe do jetë një kohë ideale për të çliruar dhe për të shijuar çdo përvojë. Dhe do jenë të favorizuar edhe nga fati. Dhe fillojmë në lidhje me shenjën e parë. Shenja e parë që do jetë e favorizuar në lidhje me ndryshimet që do ndodhin gjatë kësaj vere është shenja e Dashit. Ju do keni mundësi të reja dhe një çlirim emocional. Për shenjën e Dashit do kenë ndryshime të rëndësishme në lidhje me punën, me profesionin, me karrierën tuaj. Do keni një propozim të papritur që ju do filloni të rishikoni ato qëllimet tuaja dhe ambicjet tuaja gjatë kësaj vere, dhe do keni një ndryshim në karrierë, ose për të filluar një projekt të ri, një bashkëpunim të ri, ose një punë të re për një farë kohe. Gjithsesi, ju do gjeni mbështetjen që do t'ju nevojitet gjatë verës për t'i çuar këto projekte përpara. Gjithsesi, në lidhje me jetën tuaj personale, është një verë ku afron shumë mundësi për të lënë pas të kaluarën tuaj, por ndërkohë është një verë ku Dashi do jetë shumë i gatshëm dhe më i gatshëm se kur për të ndërtuar marrëdhënie kuptim plote dhe frymëzuese në lidhje me njohjet që do bëni, me lidhjet ose me marrëdhëniet tuaja. Dhe shenja e dytë është shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve gjatë periudhës së verës do ketë një lloj vetzbulimi në marrëdhënie të pastërta. Kështu që binjakët do kalojnë në një fazë rilindje të brendshme. Më falni. Atëherë vazhdojmë me binjakët. Binjakët do kalojnë nëpër faza të një rilindje të brendshme, tham. Do jetë një kohë ku ju do shikoni vlerat tuaja. Do shikoni me një sy tjetër situatat dhe njerëzit që deri tani i keni marrë si të mirëqëna. Është një verë ku do t'ju çojë gjithashtu në zhvillime vendimtare në lidhje me marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju do t'i kaloni gjërat nëpër filtr, duke i parë mirë situata edhe njerëz që mund të keni në jetën tuaj. Do largoheni nga mjedise toksike, nga njerëzit toksik, dhe do krijoni një rreth të ri shoqëror dhe njerëzish që do t'ju mbështesin edhe në lidhje me evolucionin tuaj. Por gjithsesi kemi shenjën tjetër. Shenja tjetër që do ketë një zhvillim gjatë kësaj vere është shenja e Gafores. Gjithë trazirat familjare dhe stabiliteti financiar do jetë shumë i rëndësishëm gjatë kësaj vere. Në lidhje me Gaforet, do të përballem me ndryshime të rëndësishme në jetën personale, në gjysmën e dytë të sezonit të verës. Mund të kenë nevojë të rishqyrtojnë qëndrimin e tyre ndaj detyrimeve familjare, por ndërkohë mund të ndryshojnë dhe vendbanim gjatë sezonit të verës. Do marrin vendime gjatë kësaj kohe që do jenë vendimtare për të ardhmen tuaj. Ndërsa në lidhje me anën tuaj financiare, do ketë një rol shumë të rëndësishëm gjatë verës. Ju do mundoheni të stabilizoni të ardhurat tuaja dhe që mund të jenë edhe të burime të reja të ardhurash, të cilat do t'ju japin një lloj pavarësie dhe siguri dhe stabilitet ekonomik. Dhe shenja tjetër është shenja e Akrepit. Shenja e Akrepit, për shenjën e Akrepit
ka lidhje më tepër me karrierën dhe me marrëdhënie të pastërta. Vera për shenjën e akrepit, kjo verë 2025-ës, do shënoj një fillim të ri në karrierën tuaj. Shumë prej jush do ndini të gatshëm të ndryshoni orientimin profesional, ndoshta të ndryshoni profesionin tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër do keni bashkëpunime të reja te vendi punës, por mund të jenë edhe sipërmarrje të reja. Ndërsa në lidhje me jetën personale, vera do jetë katalizator për rilidhje me njerëz të rëndësishëm, ose anasjelltas në mbylljen e disa qarqeve të marrëdhënieve që nuk ju shërbejnë më në zhvillimin tuaj. Dhe këtu mund të jetë mbyllja e një njohje, e një lidhje, e një marrëdhënie që keni, ose edhe marrëdhënie të ndryshme, mund të jenë marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie me persona te vendi punës. Gjithsesi, këto ishin shenjat, edhe shenjat e tjera kuptohet që do kenë, por këto janë më të favorizuara gjatë sezonit të verës. Ju uroj një verë sa më të mbarë të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë